Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse goja ju vjen erë, duhet të shkoni urgjent tek mjeku. Nëse keni erë të keqe, atëherë mund të jeni duke vuajtur nga probleme të ndryshme shëndetësore. Studimet të fundit kanë treguar se era e cila del nga goja mundet që të jetë shenjë e disa sëmundjeve serioze. Këto janë disa nga shenjat të cilat munden të jenë të dobishme për ju. Diabeti, ketoacidosis, gjithashtu i njohur edhe si kundërmimi me erë fruti, është një mënyrë tërësisht natyrale e cila tregon për probleme serioze diabetike në njerëz. Sëmundje të mushkrive. Era e keqe që del nga goja duke mos pasur dhëmb të prishur mundet që të jetë gjithashtu një shenjë e sëmundjeve të këqija që lidhen me mushkrit. Dështimi i veshkave. Veshkat luajnë një rol tepër të rëndësishëm në largimin e mbeturinave nga gjaku ynë, kështu që nëse ato dështojnë, trupi ynë nuk mund të pastrohet më nga helmet e veta. Kjo ndikon që helmet të dështojnë dhe trupi ynë nuk mund të pastrohet më nga helmet e veta, duke qenë se ato lëshohen më pas edhe përmes sistemit të frymëmarrjes. Obeziteti. Një qendër mjekësore në Los Angeles analizoi erën e keqe të gojës të disa njerëzve për të gjetur nëse ato ishin tregues të zhvillimit të obezitetit. Pasi u studiuan 792 pjesëmarrës, ulëmtuesit gjetën se prezenca e disa gazdrave të caktuar në frymëmarrje tregonin nëse një njeri vuante nga obeziteti apo jo. Stomaku. Era e keqe e gojës mundet të jetë një tregues gjithashtu se keni probleme me stomakun. Nëse filloni të keni erë të keqe të gojës kundërmuese, është mirë që të shkoni tek mjeku për një kontroll. Ketoacidosis, i njohur gjithashtu dhe si kundërmimi me erë fruti, është një mënyrë natyrale e cila tregon për probleme serioze diabetike në njerëz. Keni probleme me erën e keqe të gojës dhe nuk dini çfarë të bëni me të, keni një takim dhe ndjeni në siklet nga era e keqe që lëshon goja juaj, e po mos u shqetësoni më, tashmë problemi juaj merr fund. Këtu ne do të sjellim disa mënyra se si ju të përdorni sodën e bukës për të larguar aromën e keqe nga goja juaj. Soda e bukës neutralizon acidin e keq duke larguar kështu aromën e keqe. Ajo vret edhe bakteret dhe nga ana tjetër nuk dëmton mishrat e dhëmbëve. Ja disa nga mënyrat që ju do të përdorni sodën e bukës për largimin e erës së keqe nga goja. Përzjeni sodën e bukës me pak ujë, e fusni në gojë dhe bëni gargar për 30 sekonda. Këtë procedurë mund ta përsërisni çdo ditë sa herë që ju të dëshironi. Sodë buke me pastë dhëmbësh. Përzjeni bashk pastën dhe sodën, merrni një furçë dhëmbësh dhe lani gojën dhe dhëmbët. Në këtë mënyrë, era juaj e keqe do të largohet nga goja. Sodë buke me krip. Edhe kjo është një mënyrë shumë efektive për pastrimin e gojës nga era e keqe. Ne këtu do t'ju sugjerojmë që të merrni pak sodë me krip me ujë të vakët dhe t'i përzjeni bashk. Futeni në gojë dhe bëni gargar sa të ndjeni se goja juaj është e freskët. Sodë buke me uthull molle. Ne ju këshillojmë që të merrni pak sodë, pak uthull, i përzjeni bashk në një enë ose filxhan dhe futeni në gojë, e përsërisni disa herë derisa përmbajtja juaj të ketë përfunduar. Sodë buke me mjalt. Edhe kjo është një mënyrë shumë efektive. Ne ju këshillojmë që të merrni një gotë, të hidhni mjaltin dhe sodën dhe t'i përzjeni bashk, bëni vazhdimisht gargar derisa era e keqe të jetë larguar.
Mos të t'i kaloni masën e sodës. Në çdo mbrëmje shtoni vetëm nga një lugë sodë buke dhe do të jeni në rregull. Gjithashtu, këtu do t'ju njohim dhe disa mënyra të tjera, sepse sipas statistikave nga 5 deri në 60% e njerëzve në botë vuajnë nga nivele të ndryshme të erës së keqe të gojës. Edhe nëse ju kujdeseni çdo ditë për higjienën orale dhe nuk hani shumë hudhra, ndonjëherë era e keqe e gojës mund të t'ju aprish një takim romantik apo një takim biznesi. Por, çfarë mund të bëni në këto urgjenca dhe nëse nuk keni çamçakës me vete? Këtu ne do t'ju njohim me mënyrat super të shpejta për zgjidhjen e këtij problemi brenda pak minutave. Por fillimisht duhet të dini arsyet se pse ndonjëherë goja jonë mban aromë të pakëndshme. Aroma e keqe e gojës mund të shfaqet për shkak të baktereve të cilat shumë fishohen si rezultat i shprehive të këqija. Në qoftë se ju e keni këtë problem, ju duhet të mendoni më mirë për higjienën e gojës dhe gjuhës dhe normalisht edhe për shprehitë të ushqyerit. Këto janë disa nga arsyet më të zakonshme të erës së keqe të gojës që ne mund të kemi ndonjëherë. Ham ushqime me përmbajtje të lartë të sulfurit, si pasojë e pirjes së duhanit apo alkoolit, si pasojë e stresit dhe ankthit, si pasojë e infeksioneve orale, si pasojë e prishjes së dhëmbëve. Nëse juve ju nevojitet ta largoni menjëherë aromën e keqe të gojës dhe nuk keni çamçakës ose furçë dhëmbësh me vete, atëherë ndiqni këto këshilla. Hani bimë si për shembull nenexhiku, majdanozi apo borziloku. Nëse jeni në një aheng, atëherë vetëm përtypni bimë si nenexhiku ose thënë ndryshe mentja. Normalisht se kjo do të pastrojë dhëmbët, por do t'ju shpëtojë edhe nga një aromë tepër të fortë. Është shumë efektive, megjithatë ajo funksionon veç për një periudhë të shkurtër kohore. Hani një mollë. Merrni një mollë me vete kur ju të dilni nga shtëpia. Hani një mollë pasi ato përmbajnë polifenolet e oksidizuara të cilat ndihmojnë në neutralizimin e aromës së keqe në gojë. Ato gjithashtu i pastrojnë edhe dhëmbët për shkak të teksturës që kanë. Thithni një limon. Limonët jo vetëm se janë të shëndetshëm, por edhe shumë të mirë kundër aromës së keqe të gojës sepse i vran bakteret që mund të prodhojnë aroma të pakëndshme. Vetëm thithni një risk limon ose shtrydhni një limon në një gotë me ujë dhe pini atë. Kjo metodë është shumë efektive edhe pasi të keni ngrënë qep apo hudhër. Gjithashtu ju mundet që të përdorni edhe gargar me vaj të arrës së kokosit pasi është një mënyrë e rekomandueshme për të freskuar gojën dhe për të larguar bakteret e këqija. Gargara me ujë dhe uthull është pak e ashpër, por largon erën e keqe të gojës dhe zbardh dhëmbët. Kastraveci gjithashtu ul temperaturën në stomak, që është një shkaktar tjetër i erës së keqe të gojës. Më i miri nga të gjithë është çaji i jeshil. Ky i fundit dezinfekton gojën dhe i jep asaj aromë neutral. Megjithatë, çdo kur është një zgjidhje e përkohshme e këtij problemi. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Gjithashtu, para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!